Në komunën e Kërqovës është shtuar dukshëm numri i qenëve ndacak. Ata ndodhen kudo, në hapësirat e vendbanimeve rurale dhe urbane, para objekteve shkollore dhe mjekësore, lëvizin lirshëm në të gjitha rrugët e qytetit dhe rrezikojnë kalimtarët në çdo kohë të ditës. Masat e deritanishme nuk kanë dhënë efektet e dëshiruara, prandaj është e nevojshme një zgjidhje urgjente e këtij problemi që prej kohësh përbën shqetësim permanent për të gjithë banorët e sidomos për fëmijët, shprehen qytetarët e Kërqovës, të cilët kërkojnë nga komuna e Kërqovës zgjidhjen afatgjate të këtij problemi. Kohëve të fundit janë shtuar qenë të ndacak, përbëjnë rrezik ato për popullatën? Po, është e vërtet, shumë fjalë e vërtet, fjalë me vend, bëjnë rrezik për popullatën edhe ka qenë shumë. Sidomos për të moshurit edhe për të vegjëlit, për fëmijët është problem. Se kemi pas raste që kanë sulmu, i kanë kafshuar, ne kanë shku në për spitale, në për gjoja qenë ka shumë. Nuk e di si nuk ka nëjë mundësi të merren në palmasa, nëse në pal mbrojtje të zdisit për ata qenë të është problem. Sidomos të thash për të moshurit edhe për të vegjëlit është problem, për kame, grani, vendbanim, aty janë njerëzit, popullata është tu, qenë plot sa të dush ndacak. Duhet një qendër trajtimi për qendër? Me sigurisht premtojnë për para zgjedhjeve dhe ma përpara se do bojnë, do marrin në një iniciativë ashtu, ama s'ka hala kur gjë. Nuk ka asnjë send ashtu, qenë ka sa të dush. Rreziku i madh është? Rrezik, shumë rrezik është. Të kesh frikë, shoh do gra, do plaka kanë me vetë pleq plaka, me ka një shkop dalin, unen qenë, se ata një po të sulmojnë të net, ata gjithë masanaj masat i qeni. Dhe janë bitet dhe të pavaksinu janë? Të pavaksinu, ka tek tuk, ka në një kanë, ka një si shenjë, ka një si pare, ka një si... Në vesh disa s'kan as një sen hiq, e në mund në të vinë një në helmi me gjithë gjoja të lisë. Po, e në nuk kanë as një iniciativë për atë gjojën e bile një dyerë, kini qenë më duket se tia, tjetër kush janë bajdo mbledhje, plus ka një Maqedonës i mban, ka një ditë mëra rasti. Shumë sa kolyba qenë shkishtë aty unë qudita, aty ke Aliu doktori ku këthin ajo udha për te poshtë, udhës reshtanit jemi ne që vla shkipat. Ata aty kishte, ishin tremovat atë mahallës, po s'ka reagu njeri ata banorët të ankoshin, mirë pa i thonë pas ka në një inspektor të vetin komuna që ku dhe qyshin banën e pas ka 2 punte, edhe këtu manë qenë nuk e di sa ka, edhe në Demirisar majtë ka qenë. Keni kërku nga komuna për zgjidhjen e këtij problemi? Unë personalisht jo, a këta tjerët të lagjës kanë qenë disa era, ma unë s'kam qenë i informuar e nuk kam shku për vetes, mund të them se kam qenë. Unë nuk kam shku për vete personalisht, a ka pas për lagje, kanë shku, mirë po thonë, ka që janë ashtu të lëshu shumë, a i njoni i matë vetit, aty ka shumë, i kam pak i ma mshel, pak i lëshojnë. Si shifi ju zgjidhjen e këtij problemi? Vetëm të bëhet në një punkt për ata të mlidhen, në qendër trajtimi, t'i mbajnë dikun, si shembull si në perëndimet, ma shumë qenë tani në këtë kohë në fundit se sa njerëz në përsherë. Edhe disa rrinë shtrit ratë para dyqanit ngrofen më dil, e ta shkelish nuk lu. A disa të nehen, ka a që ma agresiv, ma ashtu, nuk e di. Shumë keq me ata qenë, çdo bëhet nuk e di. Duhet të merret në iniciativë, duhet të zgjidhet në zgjidhje. Do na vinë epidemia, smundtia, njënën qeterën pi atyne. Do kafshojnë plakën, do t'i rrëzojnë një egjiptianin një gjyp, sulmon një qenë i mlidhen, nuk e di sa qenë, 5-6 përse, e qunë në spital masane. Qenë duhet të mlidhen e ti shteti e ka ndur. Shtet nuk kemi, komuna. Ne nuk kemi shtet e koha të shumë. Shtet nuk... Ha? Qendër trajtimi. Qendër të merren të mshiljen, e në të dihet ku janë mshilë. Qenët e ndacak vitet e fundit kanë krijuar probleme të shumta, ka shumë ankesa të qytetarëve që kanë qenë të kafshuar nga qenët e ndacak. Po, kanë ardhur shumë raste, e ne këto duhet një kujdes të bëhet për ata, po komuna ata se di kush duhet, po duhet të vënë vëmendje pak që të mbrohen pak popullata ka problem, për shembull. Së ndalin rrugë që të isin pleq ato,
Fëmi, po, edhe nuk e di si s'ka zgjidhje, që sa kohë ka, s'ka zgjidhje për këtë gjë. Duhet një qendër për trajtimin e qendrës këtu në Kërçovë. Po dash me kohë të bëhet një qendër, për shembull, ti mbledhin edhe ti të sigurohen për ata në një, për shembull, pagujnë këto jashtë, kush do të paguaj, se di unë, po, duhet të rregullohet kjo punë. Është një problemi ka moshë. Shumë problemi moqëm edhe harxhime komuna, harxhime kret, harxhime të mëdhaja, se njerëzit ankohen, për shembull, edhe duhet zgjidhje për këtë gjë. Dhe ato kërkojnë kompenzim. Po kërkojnë kompenzim normalisht se i kafshojnë edhe mundet të infektohen se janë shkojnë të mjeku harxhime. Kupton? Po inshallah do t'i gjinë një rast, se di. Një zgjidhje, po. Vetëm gjatë vitit të kaluar në shtëpinë e shëndetit në Kërçovë janë paraqitur për intervenim mjekësor rreth 200 qytetarë që janë kafshuar nga qend Endasak, thot drejtori i shtëpisë së shëndetit Dr. Gen Selmani, i cili me këtë rast foli edhe për pasojat dhe masat parandaluese të rrezikut nga qend Endasak. Cila është përvoja juaj në këtë drejtim rreth intervenimeve nga kafshimet e qendve Endasak? Atëherë, përshëndetje dhe ju faleminderit për prezencën tuaj dhe për interesin për kësaj dukurie që po atakon faktikisht të gjithë komunitetin e komunës së Kërçovës, të gjithë komunitetet e komunës së Kërçovës. Realisht është situatë goxha e hidhur edhe e palakmueshme për shkak se ne në Kërçovë, siç dini, në një periudhë të largët të afërme, do ta quaj unë, kemi edhe viktim nga kafshimi i një qeni të një fëmiu, do të thoja unë. Ashtu si mund të ketë raste tjera edhe në për komunat tjera, si që potencuat edhe ju, kjo është një problematik, po thuajse regionale, që do të duhet pushtetet lokale, po edhe qendrore, të kushtojnë vëmendje më shumë. Unë do të dalë në statistikat duke marrë të drejtën, për arsye se kam qenë edhe këshilltar komunal 2 mandate dhe e di që është një shifër goxha enorme për skaja e saj, një investimi që mund do të ishte një qendër ta quaja unë për qend Endacak statistikisht dhe financiarisht se sa është e pagushme për pushtetin lokal. Për shembull, për vitin 2024, ne kemi pasur 198 raste që kemi intervenuar në pacientë të ndryshëm, dhe qytetarë të ndryshëm që kanë qenë viktim të qenve Endacak, nga të cilët 2 kanë qenë raste kritike dhe që kemi qenë të detyruar ose të imponuar të çojmë në qendrën kirurgjikale të urgjencës në Shkup. Për këtë 4 mujor të vitit 2025, deri tani kemi 29 raste, prej të cilëve 2 kanë qenë, njëri ishte fëmijë, ajo ka ndodhur përpara, mos gaboj, mund të ketë më shumë se 1 muaj, dhe tjetri është një i moshuar që është dashur të marrë trajtim special në qendrën kirurgjikale të qendrës klinike universitare në Materres në Shkup. Përmendët qendrën për trajtimin e qendve Endasak, e cila mund të jetë edhe e kushtueshme, por megjithatë administrata komunale paguan dëm shërbime për këto pacientë që kanë pësuar nga kafshimet e qendrës. Jo rastësisht e thash, sepse nga këta shifra, me një matematik, unë nuk i di se sa janë shifrat e dëmshpërblimit, mirë po besoj se konform ligjit janë normalisht se përveç se që pëson traumën fizike i sulmuar ose viktima nga qend Endacak, ka edhe traumën psiqike që në disa raste është edhe pa rikuperueshme, sepse trauma fizike do të rikuperohet, do të rikthehet, po psiqikisht pacienti krijon një lloj frike, një lloj fobie që ndoshta do ta ndjeki tërë jetën. Dhe konform gjithë kësaj, unë besoj se administrata
komunale, besoj se ka pas tentativat, paktën kur kam qenë unë antar i Këshillit Komunal, ka pasur, mirë po, sepse nuk nxirret, kjo nuk jam unë kompetent ta them, por që ftoj të gjithë organet relevante, institucionet qeveritare, jo qeveritare, faktorët e ndryshëm që mund të ndikojnë këtu, të bëhet një plan strategjik, të bëhet një projekt i qartë dhe i mirë ndërtuar, dhe faktikisht një herë për herë qytetari i Kërçovës të paktën të lëvizë i lirë nga kjo, si them, nga ky kërcënim që dorën zemër është i rrezikshëm, është potencialisht. Për pacientët që kafshohen nga qenë, cilat janë rreziqet? Po sigurisht, tani përveç si them, përveç fakti që pacienti vetvetigu përjeton traumën fizike varësisht që do të ketë, ka qenë që janë enda cak dhe nuk janë të vaksinuar, për shembull, nga vaksina e tërbimit dhe mund të injektoj me kafshimin, mund të injektoj virusin e tërbimit që mund të bëhet nesër e përtej pacienti mund bëhet kandidat i një infeksioni tillë, që gjithë e dim se është potencialisht është virus i rrezikshëm për vetë organizmin human, dhe pastaj tham edhe traumat psikologjike që janë rënd të rikuperueshme, të mos them të parikuperueshme, dhe tek kësaj pastaj është edhe ajo, si thuash, ngarkesa e vetë institucionit për dëmshpërblimin nesër e përtej që do t'ja paguaj atij pacienti. Prandaj them që një qendër për qendrën Dacak do t'i privonte të gjithë këta komplikime të kësaj dukurie ose të këtij aktualiteti që po mbizotron në komunën tonë. Doktor, nëse nuk keni tjetër të shtoni, falenderit për kohën që nda. Ju falenderoj juve, ju uroj suksese në punën tuaj dhe shpresoj që të kemi nxitur organet, po edhe që të marrin masat dhe të një herë për gjithmonë ta zgjedhin këtë problematikë. Ju faleminderit edhe një. Në mungesë të lokacionit përkatës të strehimores, iniciativat e deritanishme për trajtimin e qenëve në Dacak nuk i kanë dhënë rezultatet konkrete. Nga Komuna e Kërçovës njoftojnë se për zgjidhjen e këtij problemi, komuna ka përgatitur një projekt për trajtimin dhe sistemimin e qenëve në Dacak, i cili duhet të realizohet në bashkëpunim me komunën e Makedonski Brodit, e cila duhet të sigurojë vetëm lokacionin e strehimores, ndërsa mjetet e konkretizimit të këtij projekti merr përsipër Komuna e Kërçovës.